Lejoni që ju falenderoj sot për prezencën në këtë konferencë të rëndësishme. Është kënaqësi dhe nder e veçantë që sot të flas në një konferencë për një nga temat më të rëndësishme për çdo shtet modern: siguria ushqimore dhe shëndeti i kafshëve. Siguria ushqimore nuk është vetëm çështje teknike, ajo është kontratë mes shtetit dhe qytetarit. Është një marrëdhënie besimi që ndërtohet çdo ditë dhe është një besim që duhet ruhet përjetësisht. Sepse pa siguri ushqimore nuk ka shëndet publik. Pa shëndet publik nuk ka ekonomi të qëndrueshme, dhe pa ekonomi të qëndrueshme dhe pa standarde nuk do të ketë integrim në Bashkimin Evropian. Bujqësia mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë tonë. Është burimi të ardhrave për shumë fermerë në Kosovë. Bazë të dhënave të fundit, vlera e shtuar bruto e sektorit të bujqësisë në vitin 2025 ka arritur mbi 810 milion euro. Kjo signifikon një zhvillim të rëndësishëm në Kosovë, një mundësi për fermerët, por mbi të gjitha edhe nevojën që të sigurohen standardet më të larta të sigurisë ushqimore. Kjo mundëson hapjen e shtigjeve të reja të eksportit për kompanitë tona. Kosova ka bërë një progres të rëndësishëm në vitet e fundit për sistemin e sigurisë ushqimore. Kemi siguru financim të fushatat të vaksinimit dhe kemi avancuar dukshëm në sistemin e gjurmëshmërisë. Megjithatë, ne duhet të jemi të sinqertë. Ende jemi në një fazë të moderuar progresit sa i përket standardeve të sigurisë ushqimore. Si ministër i bujqësisë, sot para jush dëshiroj të nënvizoj një drejtim të ri, të qartë dhe të matshëm për këtë sektor. Brenda vitit, bashkë me agjensinë dhe stafin e ministrisë, do publikojmë e do draftojmë një udhëzim të ri, i cili përafron në terma të matshëm, me përgjegjësi individuale, çdo standard të mundshëm në këtë sektor, çdo standard të Bashkimit Evropian. Ne duhet jemi konkurrues duke zbatuar standardet më të larta. Brenda 12 muajve, ashtu do të reformojmë sistemin e inspektimit. Nga një inspektim formal, po kalojmë në një inspektim i cili bazohet në rrezik. Nuk ka nevojë që bizneset tona të ngarkohen me kontrollet të parevojshme. Ato do të bazohen vetëm në rrezik. Në fund, më lejo të potencoj që deri në vitin 2027, sistemi digital dhe i ploti gjurmëshmërisë do të jetë një nga prioritetet tona esenciale të këtij sektori. Duhet potencoj edhe diçka. Siguria ushqimore moderne kërkon një qasje të integruar që e lidh shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit. Për këtë arsye, në kuadër të kësaj pikpamje vizionit të ri, do fuqizojmë qasjen One Health dhe do të ndërtojmë mekanizma të koordinuar për të adresuar të gjitha rreziqet që i kanosen të gjitha qenjeve dhe shëndetit njerëzor. Standardet e Bashkimit Evropian nuk mund shihen vetëm si barë për fermerët tonë, po besoj fuqimisht që janë një mundësi reale për zhvillim edhe eksport. Ato janë pasaporta jonë që lejon produktet e Kosovës të hyjnë në tregje më të mëdha dhe konkurruese. Roli i shtetit është që këto standarde t'i bëjë të arritshme dhe ky do të jetë edhe misioni jonë. Kjo reformë nuk mund të realizohet pa partneritete. Bashkëpunimi me institucionet si kjo sot dhe gjitha institucionet e Bashkimit Evropian është po aq i rëndësishëm në këtë proces. Duhet të nënvizoj që kjo reformë do vendos standarde të reja. Siguria ushqimore është siguri kombëtare. Siguria ushqimore është shëndet publik, siguria ushqimore është zhvillim ekonomik dhe është rruga jonë drejt Bashkimit Evropian. Duke ju falendëruar të gjithëve, veç e veç për prezencën dhe kontributin dhe faleminderes për ftesën, ju dëshiroj sukses në mbarvajtje në këtë konferencë. Ju falenderoj shumë.